Ministri i Punëve të Jashtme dhe i Tregtisë së Jashtme i Maqedonisë së Veriut Timço Mucunski ka deklaruar para mbledhjes së Këshillit për Punë të Jashtme të Bashkimit Evropian në Bruksel se zgjerimi është imperativ si për BE-n ashtu edhe për vendet kandidate, duke nënvizuar se bëhet fjalë për atë që Ballkani Perëndimor të pushojë së qenit zonë gri e Evropës dhe të krijohet një grup shtetesh me rrugë të qartë dhe kredibile drejt antarësimit. Ai theksoi se shteti ka arritur rezultate konkrete në zbatimin e agjendës së reformave, veçanërisht në muajt e fundit, duke theksuar se Maqedonia e Veriut është 100% e harmonizuar me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së BE-s. Mesazhi ynë për vendet anëtare është shumë dimensional. Është e nevojshme të largohemi nga bilateralizmi i kritereve të antarësimit, por edhe të forcohet angazhimi për çështje që shkojnë përtej vetë procesit të zgjerimit, veçanërisht në fushat e sigurisë dhe mbrojtjes, ekonomisë dhe tregtisë, sigurisë energjetike, sigurisë ushqimore dhe digitalizimit. Ndërka që Eurokomesaria për zgjerim Marta Kos tha se zgjerimi është prioritet për Bashkimin Evropian dhe se në Union ka vend për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, por ajo ka bërë të qartë se suksesi i vendeve të Ballkanit Perëndimor varet nga reformat e zbatuara në vendet kandidate. Nëse kandidatet tona kanë rezultate, do të kemi edhe ne. Ne tashmë i kemi, për herë të parë pas 17 vitesh, kemi formuar grup punues për antarësimin e një shteti të ri, ndërsa ai është Mali i zi. Për krah kësaj, Eurobarometri i fundit tregoi me të vërtetë përcaktim të lartë të njerëzve të Malit të zi të bëhen antare e BE-s. Siç informoi Ministria e Jashtme e Maqedonisë, në kuadër të agjendës së Këshillit do të diskutohet për marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor, ku bisedimet do të përqendrohen në çështjet aktuale të politikës së jashtme dhe të sigurisë me interes të përbashkët, me theks të veçantë në forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në fushën e politikës së jashtme, sigurisë dhe mbrojtjes, agresionin rus ndaj Ukrainës, si dhe pasojat më të gjera rajonale të zhvillimeve aktuale globale.